Emre? Emre? Në rregull, më lërni mirë jam unë, do ecë. Emre? Ingi. Qarë se, Apo edhe për të hequr mbeturinat. Çfarë është kjo gjendje? Je mirë? Mirë jam unë, mira, nuk është e qartë nga situata im, unë jam shumë mirë. Çfarë ndodhi më thuaj? Mora këshillet tua dhe bëra gjithçka që nuk ta bëja kur në jetën time. Rezultati. Ndalo në rregull. Mirë jam unë, në rregull? Ti më lër mua, në rregull. Mirë jam unë. Unë ecë. Elif, çfarë po bën këtu ti? Apo që jam përsëriti? Ne shkuam në treg, por dhe u kthyem. Çfarë ndodhi? Shiko, te zjasona takoj fshinjen dhe humbi në bisedë. Më thuaj shpejt para se të vi. Emre ishte këtu? Pse erdhi ai? Mos ndoshta të tha diçka të keqe. Jo. Ajo përpoq të binte në gjunjë. Më lutej që të mos ndaheshim. I lumt Emres, e po më në fund bëri atë që ishte e dura. Do të thotë që ai të do aq shumë sa që nuk heq dorë. Sa e bukur është kjo? A qa njeriu për këtë? Dhe ti nuk i the jo, apo jo? Pra, po thua se ai u lut kaq shumë. Nuk e bër një marrëzitje të tillë, apo jo Elif? Pse po e bën këtë Elif? Sepse kështu duhet të ndodhte pra. U përpoqa të bëj diçka të drejtë për herë të parë në jetë. Nëse është gjëja e duar, atëherë pse po qan ti? Elif, shiko, mos e bëj më këtë. Ti e do atë shumë dhe ai të do ty. Ai nuk hiq dorë nga ty. Shiko, mos ja bëj këtë vetes dhe Emres, të lutem, më dëgjo mua. Unë e bëj sepse e dua shumë, pra. Unë bëj çdo për ti sepse e dua. Nuk unë ta bëja kurrë të lumtur. E kam shgënjur gjithmonë atë. Kam thënë shumë gënjeshtra, qoftë edhe pa dashur. Nuk kam më kompensim për këtë. Pas gjithçka që ka ndodhur, nuk mund të vazhdoj në të njëjtën mënyrë. Nuk mund ta bëj Emren të vuaj më shumë. Tani e tutje, unë dhe Emre nuk mund të jemi më një. E ke gabim, Elif. Emre dëshiron të jetë me ty. Shiko, ai ka shkelur krenarin dhe vjen e bie në gjym para teje. Do thotë që pavarësisht se çfarë keni bërë, jeni gati të harroni. Ai nuk dëshiron të humbas. Shiko, mos e bëj këtë. Dashuria juaj është shumë e madhe. Më vjen keq për këtë dashuri. Nëse nuk do të pendohesh vite më vonë, hiq dorë nga divorci. Qëndro përballë Emres dhe thuaj, nëse ti je këtu, jam edhe unë. Mos e largo dorën që të zgjat. Mbaj duart e Emres. Mos e lësho. Pastro të kaluarën dhe kthe në një faqe të pastër. Nuk mund ta bëj. Do të mundesh. Është mëkat të qëndroni larg njëri tjetrit derisa ekziston kjo dashuri, Elif. Emre bëri pjesën e tij. Tani është radha jote. Nuk mundem, Zehra. Nuk mundem. Elif, shiko, a ta kam kërkuar ndonjëherë ndonjë gjë? Më thuaj, a kam kërkuar ndonjë gjë nga ti si mike? Jo, nuk e ke bërë. Atëherë dua tani, Elif. Nëse ti më do pak mua, atëherë duhet të shkosh te Emre, Elif. Flisni për herë të fundit bashk. Dëgjoj atë për herë të fundit. Për ndryshe kjo miqësi do të marr fund. Më lejo që po ta them këtë. Mos u bëj çisharake, Zehra. Unë e thash atë që kisha.
Në rregull, do të shkoj. Do të flasim me Emren për herë të fundit. Do ta bëj këtë për ne të dy. Kjo pra... Përshëndetje, telefonova për njoftimin e punës në gazetë. Po. Unë jam në fakt afër, mund të vi me njerë. Në rregull. Faleminderit. Sëlla ime. Vari im. Nuk do t'ju bëj të varur nga askush. Do të bëj çdo gjë që të kujdesem për familjen time. Punë e mbarë. Faleminderit. Ju jeni përgjithëse për pas tërtim të rregullën e gjithë dhomave në këtë kat. Ndorroni çarshafat lart, kushtojeni vëmendje veçanërisht tualetit dhe banjave në këtë kat. Nuk dua as ankesën më të vogël. Në rregull, mos u shqetësoni as pak. Nëse dëshironi të qëndroni përgjithmonë në këtë hotel, ta bëni punën tuaj sa më shumë që të keni mundësi. Nëse bëni gabimin më të vogël, do të largoheni, kuptuat? E kuptoj. E kuptova shumë mirë. Mirë, punë e mbarë atëherë. Faleminderit. Kemi vënë bas njëherë, të kujtohet? Dhe atëherë ti u detirove të më mbaje mua kështu. E mbaj mend, po. Ki qenë kokë fortë në gjitëshën e majta se feme të madhe. Unë gjitës si libër, pastaj mbeta aty si matë. Pse po thua ashtu? A nuk zbrita më pas, zbrita. Po. Por të ele një këm në pe, mos hava. Po vdisja të të qenë në shtëpi ty. Dhe tani unë po të mbaj ty. Ne jemi të barabartë. Hajde, hajde. Ndal, do të rëzohesh. Hajde. Më lërë të të bëj një filxhan kafe ty. Kafe? Jo. Jo, kafe nuk bën. Pse? Ke frikë se do ta kujtoj Elifin? Ingji, Të mungon Elifi tashmë apo jo? Dëshiron të vazhdosh të pish, sepse do ta harrosh atë apo jo? nuk e kam harruar kur Elifin që nuk dua të harroj. Por ajo më harroi. Ndoshta dhe unë duhet të harroj. Kështu do t'jetë më mirë ndoshta. Të kuptoj aq mirë ty, sa nuk doja të harroja as unë ty, sepse isha marrësisht e dashuruar me ty. Sëlla, zoti Demir po ju thret. O, zot, pse po më thret? Nuk e di, vetëm më tha le të vi. Mirë, do të shkoj me njëherë. Mirë. Sa duhet presun për të? Nuk e di, do t'ju njoftoj kur të telefonoj drejtori. Në rregull. Bi, thënë se dikush po priste. Dërgoje, le të vi. Zotri drejtori po ju pret, urdhëroni. Faleminderit.
Tani sa po doja të thrisja, vëlla Sali. Ata do të ngarkohen së shpejti. Në rregull, vëlla. Në hotelin e zotri Kenanit do të dërgoj mallin në hotelin Karaman. Mos u shqetësoni. Përshëndetje, vëlla. Përshëndetje. Hyni. Përshëndetje, zoti drejtor. Erdhe duke e ditur se çfarë do të bësh apo ja? Po, unë do t'i karkoj thasët në kamion. Kur të shikoj ti kështu, nuk e di. Nuk e di nëse do ketë ndonjë keq kuptim. Ka asnjë keq kuptim, kam aplikuar për të punë me Por vetë. kjo punë është shumë e vështirë. A mund ta përballosh? Unë do ta bëj, mos e shqetësoni. Përderisa më jepni punën, Në rregull atëherë? Urime pra. faleminderit. Pra kur mund të filloj? Mund të filloni me njëherë. Në rregull. Faleminderit shumë. Urime përsëri. Po, Më keni thirrur mua? uleni. Sigurisht. Çfarë doni për të pirë? Jo, unë nuk dua asgjë, faleminderit. Mirë. Pra më lejo të kaloj direkt në temë. Unë po pyesa vetëm për diçka, ashtu që të thirrë. Urdhrani? Zoti Tarrok nuk donte që ju të punoni. Ai ishte jashtëzakonisht e vendosur për këtë çështje. Çfarë thatë për ta bindur atë? Zoti Demir. Kjo është një çështje familjare. Mes meje dhe mes Tarrokut. Nuk dua të flas në lidhje me këtë temë. Unë mendoj se ju duhet ta kuptoni këtë situatë. Ashtu. Nëse nuk keni asgjë tjetër për të thënë, më duhet të kthehem në punë. Sigurisht, sigurisht. Mund të shkosh. Çfarë po ndodh Demir? Çfarë po bën kjo grua këtu? Ti kishe të drejtë, Emre. Ne i përkasim njëri tjetrit. Tashmë jam penduar shumë. Hajde, të fillojmë përsëri. Nëse jeti, jam edhe unë. Të fillojmë nga fillimi, pra. Sedef, përshëndetje. Përshëndetje, Elif. A është Emre në dhomën e ti? Jo, zotri Emra u largua dhe nuk u kthyem. Vërtet? Pora do të vi më vonë, a tha diçka? Dua të takoj ata. Thiri zonja Engji, a dhe ishim bashkë, ai mund të mos vi. Ha, ashtu? Unë nuk arrita do të Emren, por atja mos e ke numrin e Engjit, ta telefonoj ata? Sigurisht. Urdhëro. Faleminderit, shihemi. Shihemi, Elif. E mban menditën që më përcollën në aeroport. Atë ditun, doja të më thuash të mos iki. Por ti heshte. Kështu që unë shkova. Unë e lash zemrën time këtu, duke të besuar ty. Ja ku jam sërisht vite më vonë. A i ti pse u ktheva? Për ty. Për të marrë amanitin tim. Unë nuk të kam marruar kur ty, Emre. Doja të qija. Ndoshta për herë të fundit. Thash se ndoshta këta herë do të kem fatun. Edhe në fundit? Çfarë do të thotë kjo? Isha e samur. Isha shumë e samur.
por me mundësim për të parë ty ndodhi një mrekulli, a i di? Vlerat e mia filluan të përmisoheshin. Mjeku im nuk mund të besonte atë që ndodhi. Sëmundja ime la trupin tim dhe u zhduk pasi të pash ty. U zhduk. Ti u bëre ilaçi im. Ti mua më shërove. Hej, të pyta ty çfarë po bën kjo grua këtu? Feraje, çfarë po ndodh? Mund të qetësohesh pak? Nuk mund të jem e qetë. Ajo grua po më bën me nerva, e kupton? Çfarë po bën ajo këtu? Çfarë po bën ajo në dhomën tënde? Çfarë po Ajo flisnit? kishte nevojë për punë. Ajo erdhi dhe më tha, edhe unë e ndihmova. Ajo kishte nevojë. Pse e bën kaq të madhe këtë? Çfarë të intereson ty? A je qendër bamirësie? Ty të takon të ndihmosh? Më shiko. Nëse po bën diçka pas shpina, unë do të bëj të harrosh këtë hotel dhe këtë jetë përgjithmonë. Nuk po bëj asgjë pas shpine. Problemi im nuk është solla, por Taroku. Ti nuk je e vetëdijshme për seriozitetin e situatës. Taroku është nipi i Kenanit. Nëse Taroku shkakton të lashe pas nesër, unë do të punësoj sollën për ta përdorur. Solla është një mundësi për mua. Ajo është thjesht një mundësi që unë ta përdor Tarokun. Unë shpresoj kështu. Nuk mendoj vetëm për sot, Feraj. Duhet të mendoj edhe për nesër. Dhe ti ngrihesh dhe më thua që po ndjek hesapet e vogla. Në rregull. Në rregull. Kështu qoftë. Hajde, mos u bëj me nerva. Përveç kësaj, sot është një mbledhje me bordin. Kam biseduar me gjithë antarët, dhe ata të gjithë duan që të marrësh ti përsipër. Ky është një lajm kaq i mirë. Shiko, tani jam në humor të mirë. A më fale? Të fala. Fatma, unë po dal. Zoti bekoft punën tuaj, zotë Rëgjengis. Çfarë pune, Fatma, çfarë pune? Mirë dita. Urdhroni? Erdha të takoj zotin Tarak. Nuk e arrija në telefon. O thua këtu është? Këtu nuk ka Tarak vllajim. Më duhet patjetër të flas me zotin Tarak. Si thoni, ku mund ta gjej atë? Si ta di, unë o zota, jam unë kujdestari i ti. Gjeje, fol me të, gjeje ku duash. Zotri, ju po kërkoni zotri Tarakun? Po, Pse po ja kërkoni atë? kam diçka të rëndësishme për të folur. A e dini ku është? Nuk e di, por do ta gjej. Atëherë, kjo është karta ime. Nëse e gjeni, njoftoni më njerë vendodhin e zotit Tarak. Urdhëra. Përshëndetje Fatma, jam unë. Arzu. Jo, ky është telefoni i fqinjës. Si që di, ne duhet të shisnim të gjithë telefonat. Zonja Arzu, sa më dhimbseni. Më mungon shumë zërit. Çfarë po bëni? Unë jam shumë kurështare për ju. Jam mirë, Fatma, jam mirë. Ti si e? Si është motra ime? Ja, edhe ne jemi mirë. Edhe zonja Seher është mirë. Por pa ty kjo shtëpi nuk ka shije. Fatma, mirë, nuk do të mund të flasë shumë. Jam kurështare për emrin, si është emre? Pra, a mësoja i diçka? A është i vetëdijshëm për gjithçka? Emra është mirë, mos u shqetëso. Më duket se zotë Rëgjengisi nuk ka thënë asgjë, ai nuk din asgjë. Çfarë po bëni ju? Ku po qëndroni? Jam në shtëpinë time. Do me thënë në lagjen ku kam jetuar si vajzë. Taroku dhe Solla janë këtu. Bahari po flet tani. Gjithsesi, mos ta zgjas. Të lutem që emret të mos mësoj asgjë. Lere ta di se jam me pushime, mos fol asgjë. Mirë, zonja Arzu, mirë. Kujdesuni për veten. Puthe për mua qenxhin e vogël. Faleminderit Fatma, të puthe dhe unë. Zonja Arzu, erdhi një zotërizo. Zonja Arzu? Zonja Arzu? Aja e mbylli telefonin.
Jo, është ende i mbyllur. Ku jeti, Emre? Ku jeni ju? E se Defi tha se është me Ingjin bashk? Apo janë të shtëpia e Ingjit, val? Alo, përshëndetje. Unë jam Elif Sajar, gruaja e mikut Emre. Po, Elifi. Ashtu, ju a keni adresën e shtëpisë mjekës Ingji? Në rregull, mirë, prisni një sekond për shkruaj. Ma thuani? Sa thot? Në rregull? Aha. Po, në rregull. Në rregull, ju faleminderit shumë. Punë e mbar. Si do që të jedo të gjej ty, Emre. Edhe pse gjua i me thot se mbaroj, zemra ime nuk e dorë nga ti. Jam penduar shumë për gjërat që ti kam bërë ty. Tani e kuptoj shumë më mirë. Unë nuk mund të qëndroj larg teje. Unë nuk mund të jetoj pa ty. Kjo është e fundit, mjeshtër. Hajde, Luan, hidho. Çfarë më shikon? Hajde, këcapi. Pse? Puna nuk përfundon me ngarkimin e mallit. Ekziston edhe shkarkimi. Hajde, mos u vëno, hajde. Alo, përshëndetje, unë jam Fatma. Punëtorja në shtëpinë e Sajarëve. Ju që ishit sot dhe kërkonit zotrit Tarëkun. E gjeta. Do t'ua jap adresën. Lagja Këbrëskoj. A e shkrove? Mirë. Rruga 1979. Ja të ditën që të përcollu në aeroport ty, atë ditë. Nëse do të thosh ato mos shkosh. A do qëndroje? Do qëndroja. Unë me kënaqësi do qëndroja. Po bërtisja nga mrenda, të më thuash mos shko. Mos shko dhe kjo angth të merr fund. Por ti nuk më the të mos shkoj. Të thash. Jo, Ingji, mos e bëj. Të lutem mos shkoj. Unë thash, por ti nuk dëgjove. Çfarë? E thash me mendjen time. Ti nuk dëgjove. Ti nuk po i thua këto gjëra se je i dehur apo jo? Pa marrë parasysh se çfarë thua. Këto i kam dëgjuar nga ti vite më vonë. Nuk më intereson asgjë. Hajde të shohim Luanin. Të gjitha këto do të zbresin. Gjithë shka do të shkarkohet në atë magazin. Nxito. Do të bëjmë edhe 2-3 herë tjera.
Nxito, hajde. Përshëndetje, zonja Feraje. Ku po shkon kështu? Unë mbarova punën, do ndrohem dhe të dalë. Çfarë do të thotë se ka mbaruar? Pra, pastrova gjitha dyshemet dhe tani nuk kam asgjë për të bërë. E vendosë sipas mendjes tënde. Pastron dhe del kur të duash, ashtu? Nuk funksionon kështu, zonja Solla. Nëse do të një punë, nuk mund të largohesh kur të duash. Do t'i japësh mundin parave që i merr. Sigurisht. Gjithsesi nuk e shmang punën. Jam e gatshme të bëj çfarë të doni. Të lumt. Tani zbrit në magazin, sapon, shampon, letër higjienike, merr çdo gjë që ka nevojë për dhomat e furnizimit. Në rregull? Sigurisht, zonjë. Edhe një herë mos u largo kështu nga puna. Sigurisht, zonjë. Shtrike vogël. Solla? Tarëk? Solla? Ti këtu... Çfarë po bën këtu? Ashtu. Përgjigju, Solla, të pyeta çfarë po bën këtu? Jam duke punuar. Ti më the se je regjistruar në universitet. Çfarë po bën këtu? Tarëk, të lutem, a mund të qetësohesh? Shiko, do të tregoja unë. Mos më thuaj të qetësohem. Si mund të qëndroj i qetë kur gruaja ime po bën gjëra pas shpine? Tarëk, ti e di gjendjen tonë. Unë thjesht u përpoqa të ndihmoja. Kështu do më ndihmosh. Do më ndihmosh duke më gënyer mua. Do të më ndihmosh duke shkuar pas shpine. Unë nuk kam bërë asgjë të keqe, Tarëk. Solla, shti këtë. Si e bën? Nuk i ke menduar ndonjëherë për ne? Sepse ti nuk di asgjë. Çfarë po ndodh këtu? Çfarë është kjo e bërtitur? As ne nuk e kuptojmë, por mendoj se ka një rast rastësie. Unë të paguaj për thashë thama, apo të bësh punën tënde? Mbani mendimet tuaja për vete. Zbuloni çfarë po ndodh. Shtypi do të vija, duhet të turprohemi? Sigurisht, zonjë, po shkojmë me një herë. Jo, nuk është kjo ndërtesë. Ti e këtu, Emre. Po e ndjej këtë. Elif? Emre? Ti çfarë po bën këtu? Kam disa gjëra për të cilat dua të flas me ty. Tarëk, a mund të më lejosh të flas, të lutem? Jo, nuk më intereson asgjë që thua, sepse ti më ke gënyer mua. Pse po e bën këtë gjë? Ti po e thua këtë. Si e nisi punën në këtë hotel? Ti shkove dhe i kërkove punën të njeriu, apo jo? Ke kërkuar punë nga Demiri. Unë nuk kam bërë asgjë të keqe. Çfarë nuk shkon me këtë? Si mund të shkosh te Demiri dhe të kërkosh punë? Si? E çrëtsi ka kujt i kërkon punë pasi fiton punë me mundin tënd, Tarëk, a mund të ma thuash? Ka shumë rëndësi.
Shko, këtë moment po bën kështu sepse po punoj unë, Tarek. Nuk duhet të them këtë gjë, por ne nuk kemi këtë luks. Cëlla, mos e shtrëmoni temën. Tema është Bahari, Tarek, vajza jonë. Ne jemi përgjegjës për të. Gjithsesi, më së miri të kthehemi të dy në punët tona, sepse kështu nuk do të arrim askund, Tarek. Por dije këtë, unë do të vazhdoj të punoj, dëshiron ti apo nuk dëshiron. Për vajzën time, për familjen time. Unë po të them jo. Aha. Çfarë ke bërë? E ke rëzuar thesin? Ishte një aksident, unë jam në telashe dhe mos më jep mbi kokë. Sigurisht, të flasim pa tjetër. Cila është tema? Nuk mundet kështu në kamp. Në rregull? Ka një park atje, mund të flasim atje nëse dëshiron. Në rregull, mundet atëherë. Çfarë? Cëlla ndalo, nuk mbarova, do më ndëgjosh. Nuk do të dëgjoj. Do më ndëgjosh, unë nuk dua që ti të punosh këtu. Tarek, çfarë mendon se je duke bërë? Mos u përfshin, është mes meje dhe gruas time. Nëse ajo është gruaja juaj, ky është hoteli im. Nuk e lejoj një turp të tillë. Hiqeni me njëherë këtë njerëj. Zonja Feraj, me të vërtet ju kërkojmë falje. Tarek, të lutem, a mund të flasim për këtë më vonë? Jo, zonjë. Ne do flasim këtu tani. Le të dëgjojnë dhe të dinë të gjithë. Nuk dua që gruaja ime të punoj këtu. A e vendos ti këtë gjë? Do të vi shtypi tani, ku është sigurimi? Zoti Tarek, i lutem shkoni. Zonja Solla, ktheuni në punën tuaj. Mos dërhy, mos e prek. Unë do të nxjerr vet. Apo vjen me mua? Nuk po vi. Unë dua të vazhdoj të punoj këtu, më lër.